Reagime të shumta në lidhje me takimin e zhvilluar nga zoti Saliani me kandidatë të primareve që morën më shumë vota. Ndoshta mos duhet ishit ju që ta bënit këtë takim mbas zgjedhjeve? Kandidatë të primareve në tërësi i kam takuar ose ju kam telefonuar. Vetë Saliani ka qenë disa herë në këtë zyrë. Ilir Ali Mehmeti edhe më shpesh. Në këtë kontekst, askush nuk është i përjashtuar në këtë parti. Po, ka patur një problem. Ka patur një problem serios. Dhe ky problem ka qenë angazhimi ynë total në mbrojtjen e votës. Në rast se ju rikujtoni deklaratat e mia, ato kanë qenë dy. E para, me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Dhe kjo është përsëritur jo një herë, po 10 herë. Unë jam kryeministër dhe unë e di se në rast se një kryeministër vendos të mos zhvillojë zgjedhje, po fars, opozita sfiton kurrat